Një zjarr ka rënë në malin e Shëngjinit në mbrëmjen e së premtes pranë rrugës kryesore në lagjin Sake, duke përfshirë një sipërfaqe të konsiderueshme me shkura dhe bimësi. Flakët janë përhapur me shpejtësi për shkak të bimësisë së dendur, duke favorizuar avancimin e zjarrit. Në vend janë angazhuar forcë dëshrimit zjarrfikë si dhe strukturat tjera të emergjencave të Bashkisë Lezhë. Për situatën foli dhe Agustin Pepkolaj, komisar zjarrfikës pranë drejtorisë së përgjithshme të MZZ-s. Realisht situata është e vështirë, por gjithë forcat zjarrfikëse të shërbimit zjarrfikës Bashkia Lezhë dhe të Bashkisë Vaudes janë këtu, po punojnë me gjithë forcat e emergjencave civile të policisë së shtetit, pra forcat vullnetare, pra gjithë punojësit e bashkisë janë këtu për të bërë të mundur fikjen e zjarrit. Ashtu siç e shikoni, terreni nuk është i favorizshëm, pasi ka gurë të cilat rrugullisen, por dhe era është e disfavorit tonë. Megjithatë, janë 6 automjete zjarrfikës bashkë me efektiva të cilët po punojnë për shurën e zjarrit. Shpresojmë që zjarri ta vëmë në kontroll, por duke qenë se është edhe natën tani, efekti është më i madh dhe duket në hapësirë. Megjithatë, i garantojmë qytetarët që shërbimet zjarrfikës por dhe gjithë strukturat ligjzbatuese janë në vend dhe po bëjnë të mundur vënien e situatës në kontroll. Realisht siç po shikoni këtu gjatë për gjatë rrugës janë nisër objekte të cilët janë restorante por dhe biznese. Ne i kemi alokuar të gjitha automjetet zjarrfikëse pranë tyre për të bërë të mundur që të mos kemi asnjë dëmtim. Ndërkohë ka pasur edhe një shpërthim brenda vatrës, dyshohet se një copë gur ka plagosur pasagjer një makine që po shkonte në drejtim të Shëngjinit, i ri u transportua me njëherë drejt spitalit të Lezhës për ndihmë mjekësore. Operacioni për të shuar zjarrin ka vijuar dhe këtë shtunë, ndërsa në terren janë angazhuar zjarrfikës, punonjës së emergjencave civile, shërbimit pyjor dhe forcat e ushtrisë. Kreu i Bashkisë së Lezhë, Pierre Ndreu dhe drejtori i Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile, Aki Çaku, kanë apeluar për kujdes të shtuar jetën e institucionet, por edhe nga qytetarët, dhe të shmangin ndjekjen e sipërfaqe bujqësore dhe mbetërinave, pasi rrezikojnë për shkallëzimin e flakëve dhe do jenë objekt i ligjit. Është koha që mos të kryejnë veprime të tilla, janë shumë të rrezikshme, koha është shumë e nxehtë. Dhe ne na detyrojmë pastaj të përballemi gjithë natën, po jo vetëm të përballemi me flakët, por përballemi edhe me fluksin e paragjykimeve dhe interpretimeve jashtë kontrollit të gjithë kujt që do të ekzaltohet me flakët e zjarrit. Forcat e zjarrfikës, siç e shikoni, me drejtorin e përgjithshëm të emergjencave civile, me prefektin, me gjithë kanë qenë gjithë natën këtu dhe situata është nën kontroll. Pavarësisht nga agravimet e saj, kur situata nuk ka dalë jashtë kontrollit në Lezhë, për shkak të një skeme reagimi shumë të shpejtë që ne bëjmë për ta kapur situatën që në fillimin e saj dhe për mos lënë ta agravohet. Ka qenë një natë e ngarkuar me një angazhim maksimal gjithë strukturave operacionale vendore të bashkisë, prefekturës, por edhe ato të nivelit qendror. Kemi vazhduar operacionin në mbështetje të këtyre strukturave edhe nga ajri deri pak minuta më parë, ku është vënë totalisht në kontroll vatra e zjarrit, po operohet me forcat e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi në terren për të eliminuar dhe vatrat e fundit. Duhet t'ju bëjmë të qartë që të gjithë qytetarëve se çdo qoftë edhe pa përgjegjshmëri, pa përjashtuar edhe iniciativa të tjera kriminale, do të bëhen objekt i hetimit, gjykimit dhe vënien përpara përgjegjësisë ligjore. Për zjarrin e Shëngjinit, policia ka ndaluar një person i cili dyshohet se shaktoi flakët, ndërsa po diqte disa mbetërina shumë pranë malit.